Hajde më këtu, hajde. Kërë plak. Hajde për të lafe të joj. Hajde se përfaqëson tërë fshatna. Kërë plak, përshëndetje. Si a kalon? Ne po bëjmë një mbledhje fshatëshe në lidhje me problemin. Problem që gjeneroi edhe atë incident në Këshill Bashkiar. Problem kam vetëm puna të djalit. Pse këtë tokave nuk quhet problem? Toka tash ja të se vendosun toka. Po pse kush e vendon? Kush e administron territorin? Administron qeveria apo bashkia? Toka është në administrim të bashkisë. Prandaj kërkohet mendim Këshillit të Bashkisë. Ka bashkia. Po për bashkia. Bashkia. Po ju si kryeplak, çfarë qëndrimi mbani? Pro banorëve apo pro bashkisë? Më ka vendosur unë që pro banorë me banorët unë për fshatja. Po ti duhet ta ndash, domethënë ti atë kanë Nuk jam unë ajo që vendosi ore si Po jo, vetë edhe bërë. ju keni një vul. Duhet ta vulosni ju i pari, pastaj kalon në njësi administrative. Unë jam me fshatarët jam unë. Të më thuaj mua. Pra ju si fshat jeni të unifikuar, sepse po mor kjo tokë e fshatit, fshati po thot nuk ka më fshat. Jo, problemi është se ajo merret që në piknisje. Po pra kjo është piknisja e fshati. Ore le piknisin e fshatit. Piknisja, ato toka, çfarë toka ka që shkohet që në themel. Tokat e kujt janë ato? Këta thonë janë tokat I tona kemi patur historikisht. fshati me fjalë në janë ndarë individëve, i ka patur në Po fleqëm për para, jo në konja. Ore, para 24, sepse këto janë 24 për ati jo, se di për 24, se mund t'jam. para 24, më tokat e kujt janë se Dyshi, ato Në ujra dhe këte është tokë e të leve dhe si sërili nurat. tani këto janë toka që nuk janë kthyer fshatarit. Pra nuk janë kthyer pronarit. Se nuk ka një certifikat. Po pra, po kjo nuk e bën ato. Që do të thotë që kjo quhet tokë shtet. Jo, nuk quhet Pa tokë çka shtet. se neve i kemi patur përdorim. Shteti nuk ka kthyer pronën pronarit quhet kjo. Nuk quhet tokë shtet kjo. Shteti ka një damp të madhe që në 34 vite, 35 vite i ka mohuar pronarit pronën. Kjo është e vërteta. Shteti ka gravitur ato toka për 45 vite të Enver Hoxhës dhe 35 vite demokraci. Kjo është e vërteta. Nëse ju mbani një qëndrim pak ambigu e quhet, pak as këtej as andej, Punë toka e pranaj. po nëse Në qoftë se janë të tokat janë të bashkisë, i menaxhon bashkia. Kaq. Ka hyrë në burg vetëm për ato toka, nuk ka hyrë në burg për gjë tjetër. Pra ato toka ka hyrë. Ai pra të punë zo. Pra të punë rrë. dhe çështja është se këtu po shkon në konflikt më të madh se ai djalë. Ky është qëllimi. Jo, dakord. Zirë Elmeto hyrë shërë gjende.